Nga qarku i Shkodrës ku prezentoi platformën e tij për drejtimin e Partisë Demokratike, kandidati për kryetar të kësaj force politike, Sokol Yldashi, u ndal tek nevoja e rotacionit të elitave brenda partisë. Sipas tij, kryetari aktual vendosi një standard të mbajtjes së përgjegjësisë dhe ky mesazh duhet të përforcohet tek të gjithë degët dhe nën degët e kësaj force politike. Do të thotë që nuk mund të ketë kryetar grupe punësh pa lëvizshëm, nuk mund të ketë deputet pa lëvizshëm, nuk mund të ketë ministrat pa lëvizshëm, nuk mund të ketë kryetar degët pa lëvizshëm, nuk mund të ketë kryetar grup seksionit pa lëvizshëm, nuk mund të ketë kryetar seksionit pa lëvizshëm. Secili prej piramidës partisë, nga më i pari te më i fundit, duhet të jetë përgjegjës për rezultatin e tij. Ndërkohë kundërshtari i tij në këtë garë, kryebashkiaku i Tiranës Lulzim Basha, nga qarku i Dibrës, vijoi me akuzat ndaj qeverisë në ardhje, e cila sipas së Bashës po përgatitet për një spastrim në administratën shtetërore. Ne jemi Shqipëria e ëndrave europiane dhe çdo hap tonin e faktuam këtë. Ata janë Shqipëria e pazareve, e trillimeve, e mashtrimeve. Vetë gjykojnë në mas administratën, kërcënojnë me pushime masive dhe hapin konkurse online për të punësuar militantët e tyre. Dy kandidatët gjithashtu ndalen edhe tek humbja e zgjedhjeve të 23 qershorit, ku theksuan se është e nevojshme një analizë për shkaqet që çuan në këtë rezultat.